Përshëndetje miq, do preferoja të ndaja diçka me ju. Në rastin konkret, do nisja nga individi. Individi është, le të themi, ndër gjërat që ka më shumë rëndësi dhe vlerë tek çdo, le të themi, shoqëri, sepse vetëm fal kur ne e ndjejmë nevojën e individit dhe individualizohemi dhe harmonizohemi me natyrën tonë, që do thotë fal individit, njeriu ose më saktë kur bëhet individ, njeriu arrin të qëndërzoj dhe të deportoj tek qenia e tij. Vetëm kur arrin të reflektosh dhe të zgjedhësh si individ pa influenca të ndryshme dhe të jashtme, atëherë ne sinkronizohemi me qenien ose shpirtin që më tepër vendimet janë në sinkron me shpirtin sesa me, le të themi, me maskat e personalitetit, sepse kur kemi një qëndërzim dhe balancim ndaj gjërave që na tërheqin dhe ndaj gjërave që realisht e dim që ndoshta mund të kemi një tërheqje momentale, por thjesht kam pasoja në vazhdimsi, sepse sikurse tashmë deri diku dihet që çdo kush nga ne, fal eksperiencës që ka marrë gjatë jetës, e dim që ca gjëra mund të jenë tërheqëse, ose më saktë do ta bëj një analogji çik më thjesht, sikurse është një ushqim që ndoshta pamje të parë mund duket goxha i shijshëm, por pasi e ha e kupton që të ka lënë një shije jo fort mirë dhe do ta nxjerrësh. Kështu është dhe me gjërat, le të themi, afat shkurtër dhe ato gjëra që realisht nuk janë as pak në dobishmëri të qenies son, por madje na mbajnë në disa rradh vicioz, sikurse e dëgjojmë shpesh në përditshmëri, pas ke ngecur, është i ngecur, e tjera me radhë, gjërat kësaj natyre. Gjithsecili nga ne, kush më tepër, kush më pak, është i ngecur, por s'ka gjë më të bukur kur e kupton që je i ngecur dhe përpiqesh ta tejkalosh atë ngecjen dhe mos të rish ato ngecjet, sikurse shohim që mund t'i quajmë ngecje të një niveli shumë të rëndomt apo të ulët. Kur dalim nga ato ngecje, kuptojmë që ne sikur energjizohemi dhe brenda nesh ndjejmë një lloj frymëzimi, sikur po lirohemi nga ngarkesa të panevojshme dhe sikur kemi një lloj, le të themi, ndjesie paksa lartësuese, që do thotë sikur na frymëzon një lloj, le të themi, fluturimi që her pas here në imagjinatën tonë mendojmë sikur po fluturojmë drejt një, le të themi, niveli që na jep më tepër fuqizim, por edhe njëkohësisht më stabilitet dhe qëndrueshmëri, që do thotë po ndjekim rrugën që është për të ndjekur ose që ka më shumë rëndësi për ne, sepse kur ndjekim rrugën e natyrës që jemi destinuar, gjithmonë jemi më të shëndetshëm, më të paqët, më të stabilizuar, më të ekuilibruar, por edhe më kreativ dhe, do thosha unë,
më larg pamës dhe deri diku jemi më të patrembur, sepse kuptojmë që le të themi vibrimi kur është i lartë, gati jemi të paprekshëm nga vibrimet të ulta, ndërsa kur na bie vibrimi jemi sigurisht të prekshëm dhe madje vuajmë fal diçkaje që ende se kemi tretur dhe transformuar brenda vetes. Kështu që kur fillojmë, le të themi, i transformojmë disa dobësi brenda vetes dhe këto dobësi tashmë fuqizohen dhe kthehen nga vese në virtyte, aty fillon rruga që do e quaja unë thonjza e shpëtimit, rruga e progresit. Vetëm fal progresit mund t'japim, le të themi, atë pasqyrimin dhe energjinë që na përcjell brenda vetes, sepse e dim që brenda nesh tashmë është edhe energjia pozitive dhe energjia negative, por varet kë do ushqejmë ne nga këto të dyja. Kur ushqejmë, le të themi, anën e ndritur apo energjinë pozitive brenda vetes, bëhemi një njeri që për ditë na karakterizon dhe na shoqëron, le të themi, lavdia ose më saktë triumfi, sepse çfarë është lavdi dhe triumf për njërin nuk është për tjetrin, po mjafton që lavdia dhe triumfi të jetë, le të themi, pjesë e natyrës sonë. Kur fitojmë ndaj një mendimi negativ dhe mbizotron një mendim pozitiv, aty ka triumfuar dhe ka marrë lavdi, le të themi, virtytin, ndërsa në të kundër kur përballemi me një mendim negativ dhe ka marrë fuqi, le të themi, mendimi negativ, aty kemi psuar një lloj, le të themi, disfat ose ngecje dhe jo vetëm që është, le të themi, në disfavorin ton, por sikurse edhe të tjerët jemi një lloj, le të themi, energjie negative që po transmetojmë. Kështu që kjo vjen fal punës dhe transformimit që është bërë te personaliteti ynë. Sa më tepër të iniciohemi ndaj gjërave, le të themi, më brendësore, aq më shumë fisnikrohemi dhe e vlerësojmë gjendjen tonë psikologjike, po ashtu dhe mendore, derisa shkojmë në një nivel, le të themi, paksa më të lartë se sa këto të dy nivele që sapo përmenda, sepse kuptojmë që mendja është ajo që na i krijon, le të themi, vuajtjet, problematikat e tjera, gjërat kësaj natyre, por sigurisht kur e akordojmë si duhet, le të themi, mendjen, mendja është ajo që na çon në një nivel më superior, më esencial dhe më shpirtëror, që triumfojmë, nxjerrim, le të themi, atë natyrën reale që gjithsecili e ka, nuk është se disa e kanë dhe disa se kanë, po puna është që secili duhet ta nxjerrë këtë, le të themi, thesar apo gjë me vlerë që e ka në brendësi, por dihet që kur ta meritoj dhe nga diku dihet që duhet t'ja filloj secili nëse s'ja ka filluar, por pa përpjekje e punë nuk ka, le të themi, progres. Ligji i natyrës, shtu miq, mos të zgjadhem më besoj. Ditë të këndshme, edhe pse moti është paksa i vrentur, duhet të shkëlqej, le të themi, drita e brendshme, sepse kur lidhemi me një, po e quaj unë, nivel më superior ose arketip, kemi një lloj harmonie dhe paqe që na karakterizon në vazhdimsi. Për te rrethanave që janë disa, le të themi, të mira dhe disa jo të mira. Atëherë ne nuk përfshihemi nga këto, por më tepër njësohemi me këtë gjendjen, sikurse e thash, më superior, që është një lloj arketipi ose ka shumë arketipe që përpiqemi ta mbajmë si gjendje dhe të na shoqërojnë në përditshmëri. Kështu miq, ditë të këndshme dhe
po ashtu kalofshi një fundjavë të mbarë. Kam dhe lumin këtu përballë, kështu që lumi është një lloj refleksioni. Nëse vetëm duke e vëzhguar, t'jep një lloj, le të themi, frymëzimi të jashtëzakonshëm. Kështu miq.